Zdigashi, ne folëm paraprakisht pak për ju, mirë po na thoni pak më shumë nga ideja për të marrë me tregun e veturave pa karburant. Para se gjithashtu duhet të bëjmë një analizë thelbësore në ndotjen e ambientit, ngrohjen globale dhe katastrofa ekologjike që rrezikon planetin tonë. Dhe shekulli i kaluar është bërë një zhvillim industrial i jashtëzakonshëm, por për fat të keq aspekti ekologjik, ekosistemi dhe aspekti i ekuilibrit të energjive të ndryshme që në rreth e rrotër ka krijuar dy probleme shumë të rëndësishme. Një ndër problemet është ngrohja ose efekti serë që thirret dhe tjetra është efekti azon. Dhe të dy problemet kanë krijuar që sot kemi ngrohje globale dhe është ardhur koha që urgjentisht të ndrohet aspekti i mobilitetit elektrik dhe veturave apo transporteve dhe që nga viti 1997 do të ka 28 vite që kam pasur fatër të mirëm me zbulime të njëpasnjëshme dhe me kërkime shkencore, të cilat kanë të bëjnë me këtë problematik dhe krijimin e veturave të para si pionier, normal me origjinë shqiptare, dhe kam pasur fatin të punoj në shumë projekte madhore dhe të bëj publikime, zbulime shkencore në nivelin botëror, që nga vetura e parë me hidrogjen apo si resurse është uji, ku bëhet në fillim me elektrolizor elektroliza me panela solare dhe shndrohen dy molekulat hidrogjenit dhe një të oksigjenit dhe pastaj futet në fuel cell anglisht e cila kemi të bëjmë me një membran të protoneve ku kemi hyrjen në një anë të hidrogjenit dhe në anën tjetër të ajrit apo të oksigjenit, mund të zgjedhemi të dy parametrat dhe kështu të bëhet lëvizja e kësaj makine elektrike duke hudhur vetëm ujë apo pa asnjë ndotje dhe gjithashtu kam pasur fatin që nga vitet 2000 të punoj në projekte me vetura me bataria elektrike, litium vanadium, litium ion, litium polimer e kështu me radhë. Gjithashtu një fat i jashtëzakonshëm më ka përcjell sepse kam qenë i pari shkencëtar në nivelin botëror që kam menduar për vetura inteligjente. Ja këtu për shembull shihni mbrojtjen e ambientit, këto janë me vjetra patentime që kanë bërë që nga viti 97. Po, Zdigashi, në fakt ne përmendëm edhe më herët që keni punuar edhe në Tesla. Nuk kam punu të Tesla, do të thotë vetëm kam qenë iniciator apo ideator i zbulimit të parë në vitin 2005, në anglisht steering direction, do të thotë është të bëjë me një drejtim ose direksion elektrik të veturave, ku për herë të parë është realizuar një prototip para që të realizohet Tesla, para se të realizohet në tregun ndërkombëtar, dhe zbulimi i parë është bën nga unë që mbrohet në të gjithë botën dhe në Amerikë, thirrën Steering Direction for Electric Vehicles për vetura elektrike dhe i pari ka menduar se si të bëhet shkëputja e një timoni mekanik të drejtimit të veturave dhe si mund të bëhet me një joystick, me kamera apo me lidhje vetëm elektronike, duke pasur parashtysh sigurinë e lartë që duhet të ketë një drejtimi autonom i veturave dhe unë kam qenë pionieri i cili ka menduar që të bëhet një veturë pa drejtim ose pa pilot. Pastaj do të thotë Tesla është ardhur shumë më vonë dhe shumë ide janë marrë nga zbulimet tona, nuk kam qenë i vetëm, mirë po kanë qenë zbulime, ka tendenca të shumta dhe nëse shqyrtoni patentimin e drejtimit autonom ose elektrik, mas zbulimeve të mia janë bërë me vjetra të tjera, mirë po ideja ka qenë e imja dhe unë mbaj rekordin fillestar për një drejtim elektrik pa pilot. A i bie kjo që Tesla është bazuar në zbulimet e juaja në mënyrë që të sjellë në treg këto veturat pa karburante dhe a jeni kontaktuar ndonjëherë direkt nga Tesla sa i përket ndonjë bashkëpunime? Ty them të drejtën, shkenca është një kontinuitet, ne si shkencëtar lam gjurmë, lam lami në shkencë në nivelin botëror,
por nuk do të thotë është shumë sensibile apo shumë e ndjeshme aspekti i kontaktit të kontinuitetit. Ju që si nëse jeni të njoftuar, çdo zbulim mas një kohë do të thotë është publik dhe mund ta shfrytëzon çdo person. Fillimi do të thotë ato foto që i shihni janë të viteve 2000 dhe pastaj unë nuk jam kontaktuar sepse zbulimet e mia kanë të bëjnë edhe me qendrat të kërkimit ku jo mund përgjes dhe drejtar dhe i përkasin qendrave të kërkimit. Kur Tesla ka filluar në treg, unë jam tash drejtor në një qendër tjetër të kërkimit dhe aty ku kam zbuluar drejtimin elektrik nuk jam. Kjo foto është 2 fëmijët e mi dhe unë dhe kjo është në vitin 2000, do të asnjë është me hydrogen car, do të vetura e parë që është ekspozuar në Shanghai, në Zvicër, në Paris, e tjera dhe elektrifikimi, rrotat, zbulimet janë bërë nga une dhe kjo është një tjetër që qëllimisht ja kam xhiros me të kuqe retrovizorët, sepse desha të them se jam shqiptar dhe ngjyra kuqe më pëlqente, po është një veturë e cila kthehet, është pa frena mekanika, pa frena hidrolike dhe kjo është ekskluzivisht e punuar komplet një pjesë e madhe nga une me karoseri dhe kthehet si të ishte një moto në kthesa, nuk ka frena, ka vetëm 4 motora elektrik dhe do të thotë si të thosh shkenca është në vazhdimsi. Të gjithë mundohen të kopjojnë dikën pak ose shumë. Ndërsa patentimet janë zakonisht pronë e investitorëve dhe shkenca do të thotë ne jemi në shërbim të avancimit. Kjo është një veturë tjetër, thuhet vetur i volazh dhe është vetura e parë me bataria ku ka mba elektrifikimin e rrotave, edhe kjo është ekspozuar në Paris. Do thotë ku për 2004 ka marrë dhe një mirënjohjen më të lartë nga Jacques Chirac në Francë, në Salon de Bourget në atë kohë, aeronautik, dhe do të kanë qenë veturat e para. Pikrisht, kjo ajo ndodh secila pjesë e kësaj që shihni këtu është bërë nga une, motorët elektrik traksion, motorët suspension, do të thotë është elektrifikuar komplet një rrotë që është e punuar për kompaninë Michelin, ku unë kam shërbyer deri vitin 2011 dhe kam me 10 zbulime në këtë kompani ku kam dizajnuar, kam projektuar, kam llogaritur në aspektin shkencor dhe kam krijuar kreativitetin për vetura elektrike që sot janë në treg. Po kontributi im është i jashtëzakonshëm sepse kam pas fatin që të bëj zbulime në multidisiplinë shkencore. Do të thotë është raste të rralla në nivelin botror që një person të bën zbulime në mekanik, elektroteknik, elektronik, elektrokimi, termodinamik, mikroteknik e tjera. Do të thotë unë që nga vitin 97 punoj para luftës, punoj në kërkime shkencore dhe kam pas fatin të i përkushtohem gjithë energjisë dhe diturisë time për mbrojtjen e ambientit, për një ardhmëri më të mirë në nivelin botror dhe sot jam shumë i lumtur që idetë e mia fillestare sot janë në treg dhe të gjithë flasin për veturat elektrike, vetura për hidrogjene, mirë po zanafilla dhe fillimi dhe idetë e para ishin nga një shqiptar i cili jeton dhe punon në Zvicër që nga viti 1987 dhe me fat kam qenë që të kontribuojnë në mënyrë modeste për ardhmërinë tonë. Sa merr kohë që një ide e tillë e zbulimit sa përket makinave të dalin në treg? Do të thonë një ide e tillë të realizohet edhe si produkt final, pastaj të dalin në treg. Zvitra ka të them të drejtën një avans teknologjik dhe shkencor të jashtëzakonshëm në nivelin botror. Për atë dhe është vendi më i pasur në Evropë, me rroga më të pasura, me zhvillim më të pasur. Zvitra kryesisht koncentrohet në krijimin e zbulimeve, patentimeve, prototipeve dhe pastaj do thotë tregu i ofron ose licenca, ose merr ide, ose blen patentime e kështu me radhë. Do thotë ne çdo herë kemi në Zvicër 10 deri në 20 vjet avancim në ngarësim me tregun. Veturat e para që janë krijuar në vitet 2000 do thotë kanë qenë vetëm prototipe që kanë kushtuar disa dhjetra miliona deri te realizimi, testimi. Po pastaj, për shembull, një shembull konkret, një vizitë që ishte
e firmës Mercedes në kompaninë tonë në vitet 2004-2005, do të thotë refuzonin teknologjinë tonë sepse thonin që nëse ata aplikojnë do të kenë problematikë që ti largojnë nga puna mbi 500.000 punëtorë, do të thotë në gjithë globin sepse nuk ka e njëjta teknologji. Prandaj shumicën e radhëve gjatë 10 viteve të kaluara apo 15 viteve askush s'ka besuar se një veturë elektrike me batari mund të shkojnë 1000 kilometra. Dhe kështu do të thotë zbulimet në fillim janë shumë konfidenciale, është edhe arsye pse asun nuk kanë bërë shumë publicitet, por nëse shiqoni në patentimet e mia mund të gjeni lami të ndryshme që janë bërë para 20 viteve. Dhe tregu tash është duke i aplikuar idetë e shkencëtarëve të asaj kohe. Dhe kjo është realiteti i tregut, sepse në mes të fillimit të idesë, zbulimit, kalkulimeve, llogaritjeve dinamike, termike, llogaritet fizike e tjera që bëhen në institutet kërkim, unë jam drejtor në një ndër institutet më prestigjioze në Zvicër, aty janë koka të ngritura dhe të gjithë kanë nga një doktoratur, 2 dhe punojnë punë të ndryshme shkencore që do të industrializohen mas 10 viteve. Kjo është procedura e çdo zbulimi. Në fakt, Zotikoshi, duket që e ardhmja e veturave elektrike është tashmë e sigurt, ka nisur Korea, ajo që nis ti bëj veturat elektronike, është Kopenhaga, janë plot vende të tjera të botës të cilat vetë kanë nisur që ta implementojnë këtë çështjen për t'i hequr veturat me karburant. A mendoni që shumë shpejt edhe Kosova dhe Shqipëria mund të jetë ndoshta njëra prej vendeve ku edhe mundet me i largu veturat me karburant? Absolutisht. Përkundrazi Shqipëria dhe Kosova janë 2 ndër vendet më strategjike evropiane, bashku me Zvicrën dhe Austrinë, për shkak të reliefit që kanë. Dhe ne kemi ofruar dhe ndihmën tonë qeverive të Kosovës një pas njëshme, por nuk kanë pasur më duket vullnet të mirë që të bashkëpunojnë, sepse ne kemi mundësi të krijojmë bariera hidrolike dhe panela solare, ku energjia primare vjen nga dielli dhe mund të bëhet rezervimi i tyre në bariera siç ka për shembull Shqipëria, dhe pastaj kjo energji të shfrytëzohet për vetura elektrike. Nuk ka asgjë më e shenjtë dhe më e sinqertë se sa të shfrytëzohet energjia primare diellore dhe mos kemi ndotje. Do thotë mund të sigurojmë energji gratis me prodhime hidrolike nga barazhe të ndryshme, siç janë në Shqipëri dhe siç mund të bëhen në Kosovë, dhe me panela solare gjatë ditës, energjia ditës dhe natës, të bëhet një ekosistem i jashtëzakonshëm. Veturat elektrike janë jashtëzakonisht fitimprurse, sepse ato nuk ta shpenzojnë xhepin dhe mund ta mbushish në shtëpinë e juaj. Unë për shembull kam një banesë në Shqipëri, një shtëpi në Prizren dhe ka shumë vite që udhtoj me veturë elektrike dhe e mbushin në shtëpi pa pasur, kam panela solare në Prizren dhe pa pasur nevojë të vendosë asnjë litër me karburante. Dhe kjo pikërisht do thotë ka qenë ideja që nga viti 2011 tash kemi formuar Institutin për Avancim Kombëtar, ku jemi shumë shkencëtarë në nivelin botror me origjinë shqiptare, dhe ideja është si të bashkëpunojmë që ta mbrojmë ambientin, të krijojmë lidhje akademike. Kemi shkencëtarë në mjekësi, në leadership, dhe së bashku me profesor Qitakun, Fadil Qitakun, me gjithashtu kemi shumë individ shkencëtarë, siç është Jaja Kuka, inxhinier shkencëtar. Më ju pyet çfarë veture keni ju dhe a është me karburant apo elektrike? Unë kam 2 vetura elektrike, njëra është Tesla S dhe tjetra është Porsche Taycan, e cila do thotë të dyjet janë elektrike 100% dhe i shfrytëzoj çdo ditë të shkoj në punë, në pushim dhe jam shumë i lumtur. Për tregun. Po më intereson me ditë këto veturat elektrike në rast se merr rrugën prej Zvicrës me arën në Kosovë. Sa herë duhet me ndalë edhe me mbush me energji? Po, ajo që ka shumë interesant, veturat elektrike para se gjithash kujdesin për shëndetin tonë, sepse ato nuk na lanë të lodhemi në timon, dhe është shumë pozitive sepse do të pas 300-400 km duhet të ndonprej. Do të marrë në Kosovë mund
të vish duke ke veturë termike apo me karburante, duhet ta ndërpresh rrugtimin 3 herë minimum, ndërsa me veturë elektrike 4 ose 5 herë. Do thotë thjesht kur ti bën 4-5 orë udhtim, duhet ta ndërpresh për 15-20 minuta mund ta mbushish, ta pish një kafe dhe kështu të vazhdosh rrugtimin, do thotë nuk ka diçka jashtëzakonshme. Edhe elektrifikimi apo stacionet e mbushjes së baterive janë zhvilluar shumë deri në fund të Kroacisë në Dubrovnik dhe pikërisht unë kam vendosur një prizë në Shëngjin sepse duhet nuk kam ku ta mbush në Shqipëri dhe kjo është problematik për mua dhe kështu futem në banesën time, kam një parking dhe e mbush dhe pastaj vazhdoj për Kosovë. Po nuk është thjesht një rutinë që të bën jashtëzakonisht të lumtur sepse ti e ke një konsciencë tuajen që nuk je duke ndotër ambiente, nuk je duke krijuar kancere të ndryshme të mushkrive, nuk je duke krijuar një problematik shekullore. Njëri të top vendeve Dikosh se që dhe din Kosova është një vendeve top me ajrin më të ndotun. Për pos obilicit të themi kështu që kemi, çka tjetër kontribuon më shumë? A janë dhe veturat ato që kontribuojnë në ndotjen e ajrit në përgjithësi? A janë ndotësit më të mbajnë? 2 elemente kyçe në Kosovë, 3 kisha me thënë, po 2 janë katastrofale, është prodhimi i energjisë elektrike me thëngjell, do të thotë të cilët ju keni një perspektivë të jetesës diku 60 vjeçare, për çdo ditë të shihni që vdiq ky, vdiq ai, 56 vjeçar, 57 vjeçar, të gjitha janë smundjet kronike që vinë nga ndotjet, kryesisht nga obiliqi dhe thëngjilli djegur, pa filtra, pa kontroll, pa asnjë perspektivë, dhe problematika e dytë janë veturat e vjetra me karburante dhe sa për informim të audiencës tuaj, për shembull, çdo prodhim i CO2-shit, dioksidit të karbonit, i cili lirohet nga veturat apo nga obiliqi, do të mbijetoj 100 vite. Do thotë një shekuj ai do të qëndron në atmosferë, ku do të krijon problematika shëndetësore, ngrohjen e efektit të serës, dhe do thotë kjo është problematika. Ndërsa problematika e metanit, që është e dyta, e cila prodhohet zakonisht nga agrikultura, do të mbijetoj 12 vite. Do thotë çdo ndotje ne do të ballafaqohemi me atë ndotje deri në 1 shekull. Ajo do të qetë problematika. Dhe problematika e tretë në Kosovë për shëndetin tuaj, tonin dhe të gjithëve, është problemi i ujrave freatike. Aktualisht të gjitha mbeturinet të ju varrosen apo vendosen në dhe degradimi dhe zhvillimi i metanit që e përmenda vjen nga këto mbeturina. Dhe kjo përdesa në Zvicër është rrepsisht e ndaluar dhe është që nga viti 60, vitet 60 nuk është realizuar dhe bëhet riciklimi, në Kosovë do të thotë varrosen dhe kemi një ndotje të jashtëzakonshme të ujrave freatike, ujrave të pijes dhe këto do të gjenden për fat të keq në shëndetin tonë, sepse ne nuk mund të marrëmi ujë tjetër përpas në Kosovë. Dhe këto janë 3 problematiket kryesore dhe gjithashtu aspekti i normativave. Ne kemi formuar shoqatën Albanian Engineering of Switzerland, ku kemi mbi 160 inxhinier ekspert akademik me origjinë shqiptare në Zvicër, dhe ne kemi ofruar qeverisë Kosovës të gjithëve bashkëpunim bile gratis, por nuk kanë qenë të afërt, që të rregullohen normativat, policionet, ndotjet e ambientit, normativet, kontrollin e kompani, lidhet në mes të laboratorëve. Në Kosovë, për shembull, janë shumë të mangëta laboratorët e testimeve të ndotjeve, të ambientit, e kështu me radhë. Apo edhe vetëm të veturave. Nëse i futni veturat në analizë të ndotjes, do shiqoni që 80% e veturave nuk duhet të ekzistojnë fare, sepse ato s'kan pasur asnjëherë kontroll për largimin e gazrave të ndotjes, e kështu me radhë. Do thotë, është një problematikë që duhet urgjentisht. Në Zvicër dhe keni ajrin shumë të pastër, çdo hapësirë e Zvicrës është gjallëri. Unë kam qenë disa herë në Zvicër, gjuna mandena që na këtu në Kosovë.
Tash të jemi e real që edhe ne Sa i kemi... përket ajrit e kam fjalën, sa i përket ajrit. Shpesh herë edhe disa pjesë të Kosovës janë barazuar me disa prej vendeve të Zvicrës. Por që bërlogu gjithmonë është prezent, pajtohem Zoti Ngashi. Zotri Ngashi, të falenderojmë shumë për këtë lidhje të drejt për drejt. Unë ju falenderoj juve, edhe njëherë falenderit për idenë në kontaktin që ma keni bërë, dhe ne, diaspora, edhe njëherë jemi shembulli më i mirë gjithë botës, kemi shkencëtarë dhe shkencëtarë të jashtëzakonshëm dhe Instituti për Avësim Kombëtar, IPACO dhe AES, Albanian Engineering of Switzerland, është krenaria e diasporës, jo vetëm për shqiptarët, për mbar botën. Dhe sot kemi me qindra shkencëtarë, inxhinier që udhëheqin kompani dhe vetëm nevojitet një vullnet i mirë nga Kosova, Shqipëria dhe viset tona anë që të filloj transferi i diturisë nga Zvicra në Kosovë, sepse Zvicra është shembull i mirë botror. Prandaj jemi në shërbimin tuaj dhe ju urojmë shëndet dhe gjithë të mirat për shqiptarët kudo që jetojnë dhe për vendet tona anë, të cilët janë në zemrën tona. Faleminderit shumë. Faleminderit.